që ka shku me arogancë, pa konsultime edhe pa marrëveshje politike. Pa marrëveshje politike, konsultime çdo që mund ta themi, edhe ka vendosur pra emrin e zonjës Saxhi. Dhe natyrisht vendosja e një emri e ka një bazë, unë po e përmend, edhe po hera tretë që po e them në këtë debat, është që realisht tashmë me vendimin e gjykatës, vendimin e gjykatës kushtetuese, votimi i kryetarit dhe nën kryetarëve do duhet të ishte akt solemn edhe përfundon aty muhabeti, po shtrohet prap debati. Meqense po thuhet arrogancë. Kurti ka përdor fjalën hayvanat, po dhe na ka gjujt me grushta në kuvend. Kur? Po sigurisht. Po dhe ju i keni gjujt me gaz lotcjellës. Ne, nuk i kemi, ne kemi jo deputet. Ne kemi gjujt gazin lotcjellës në kuptimin e asociacionit. Jo, a din ku e shoh tash? Jo keni gjujt PTK-n, aleat Lisës Serbe dhe Radojqiqit, njerëz që ka bashkëluftëtar të Adem Jasharit dhe ki anën e majtë. Bashkëluftëtar të Adem Jasharit kemi edhe ne në grup tonë parlamentar. Po plot kemi, nëse e mbon mend, nëse e mbon mend në kuvendin e kaluar, pra deputetët, përbërjen e deputetëve, deputeti Glau Konjufca pa dole pa thonë me emra mbi emra, ja ku i ke ish ushtar të UÇK-s, edhe mati pra në numër e në sasi e në cilësi, mirë po nuk menoj që kjo duhet me qenë temë e debatit, se kush ka ish ushtar të UÇK-s mas shumëti në grupe domethënë parlamentare, sepse menoj që s'ka lidhje. Nuk mirë, ama për gjuhën mund flasim edhe mund flasim se kush ka përdor gjuhën më tash për ose jo. Unë menoj që tash po e shtroj konceptualisht. Unë menoj që viti 2021, Partia Demokratike e Kosovës dhe jo vetëm ajo, po në këtë rast me qenë se jam me Artani si përfaqësues i Partisë Demokratike, menoj që ata dëshirojnë që kohën ta sjellin atje, ta sjellin vetëvendosin atje. E përmendi qysh në fillim të emisionit, se nuk e kisha përmend, po çmon më asocioj në ato. Edhe tash nëse ne hym 2021 edhe shkojmë te poshtë viteve, aty e shohim për shembull 2014 një qeveri të përbërë, meqense e zhanove diskursin edhe etapat institucionale, e shohim për shembull çka mblemu për shtypje. Nëse ne themi që 2021 vetëvendosja ka uzat politike, unë thëmë të gjitha kemi pas me drejt. Pse? 2014 tash kallëzaj. Bashkimi kombëtar kërkon. Qëtë kallëzaj ata? Vesh nëse më lejon se s'kum ndërprej për asnjë moment. Po edhe me ndërprej bën se nuk është problem. Jo, debati me Arbër. Në rregull. Arbër jemi në debat, ky është emision në funksion tëndin edhe ta thonë. Veç ta argumentoj atë që po duhet të thonë. Në vitin 2014 është domethënë që e mba mendja institucionale, është koalicioni PDK, LDK, Lista Serbe, ku duket Artan në atë kohë ke qenë pjesë, domethënë edhe kabineti thotë që ke qenë pjesëmarrës kështu aktiv në 14 diplomat kanë qenë. Po. Edhe ke qenë që pjesë se kanë përcjell fushatën, është thonë që personi që i ka besu mas shumti, presidenti thotë që ka qenë Artani. Qështu ka qenë, tashti. Po, fushatë Arbër. Mirë, në rregull, tashti, kallëzoj që kam kanë thonë mu. Tashti, nëse e marrim në këtë prizmë, 2014, PDK, LDK, Lista Serbe, bile të ftoj me vendos në ekran, marrëveshja e parë, themelimi i asociacionit mrena 6 muaje, marrëveshja e dytë, zavend shefi i AKI-s me qenë prej Listës Serbe i delegum. Madje edhe krijimi vetë Listës Serbe, që e din Artani, është produkt i marrëveshjes së Brukselit. Është marrëveshjes, domethënë, ku e ka bëu kryesisht manipulimi i radhës. Çet kallëzoj, hajde thuje. Që FSK-ja, kur Hashim Thaçi e ka dërgu ligjin që me bë ndryshimet kushtetuese, domethënë pak para fushatës ka qenë. Ideja që me ndryshime kushtetuese për 2014, me ndryshime kushtetuese me bë FSK-n ushtri. E që do të ishte një ushtri shumë e madhe, sepse rënjë do të kishte në kushtetutë dhe jo në letë që shiko tani. Kërkesa e minoritetit sërb, a di cit minoritet? Qatë minoritet që sot ju bashkëpunani me të me zotin Rashiq. Ju thonë, ka qenë kërkesa e zotit Rashiq